Edi Rama nuk është më kryeministër, është njeriu që po fundos gjithë qeverinë, gjithë partinë dhe gjithë vendin, vetëm që të shpëtojë vetveten. Ai nuk drejton më një shtet, por një sistem të frikës dhe vasalitetit. Dhe ata që dikur i shërbyen si ushtar besnik sot i ka hedhur përballë dy zjarreve. Nga njëra anë spakun, nga ana tjetër strukturat kriminale që nuk falin, që u trokasin deri fëmijëve në derë për të kërkuar heshtje. Kjo nuk është më një qeveri, është një komandare shpëtimi. Ministrat bjen domino, deputetët fshehin kokën, ndërsa Rama bën pafajshmin në ekrana. Të gjithë ata që i shërbyen i ktheu në vasal, i detyroi të heshtin, të pranojnë, të firmosin, të mbulojnë. Tani kur vjen spaku në derë, Rama është gjithmonë i paprekshëm. Ai nuk dinte gjë. Ai është i zënë me ngjyrat. Ai është në Paris, ndërsa ata përballen me hetimet, kërcënimet dhe izolimin publik. Dhe bota po sheh. Washington Times, Der Spiegel, Le Monde, Bild, Euractiv, të gjitha e përmendin Shqipërinë si shembull të qartë të një vendi ku krimi kontrollon politikën, ekonominë dhe drejtësinë. Në qendër është ai, i vetmi që nuk bie. Shpëtojeni Edi Ramën, sepse ai nuk po fundos vetëm veten, po fundos ata që e ndihmuan të ngjitet, po fundos çdo shpresë për reformë të vërtetë, po fundos Shqipërinë.